temin, apo fiton Ronaldo, apo e kështu është ligën e Arabisë, veç me kështu që jam këtë vikend. Fiton Ronaldo e më rregull, se përpara kom pas Manchesterin, po pak i kena prish raportet me Manchester. Mirë që mund është me gjithë pak një inspirim tjetër. Do të lidhemi në këtë moment me qytetin e Prizrenit për të marrë disa lajme nga atje. Sigurisht lajmërohet zakonisht tjetër Nuhi Saliu, sot flet për organizimin e 147 vjetorit të lidhjes shqiptare, si dhe 26 vjetorin e çlirimit të Prizrenit. Nuhi, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi, si juve në studio dhe gjithë shikuesve. Po, Prizreni e ka një ditë të veçantë për gjithë shqiptarët, që është 10 qershori i vitit 1878 dhe me rastin e 147 vjetorit të kësaj ngjarje të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, do të ketë organizime nga komuna e Prizrenit, do të ketë ndoshta edhe nga qeveria, por ende nuk e kemi ndonjë agjendë nga qeveria. Sa i përket komunës së Prizrenit, aktivitetet sonte do të fillojnë me shfaqjen e komedia e zezë nga regjisori Ilir Bokshi dhe në interpretim të aktorëve të teatrit profesionist të Prizrenit. Ditën e nesërme në ora 11 do të mbahet manifestimi qendror në oborrin e kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pastaj do të ketë edhe një manifestim letrar, ndërsa në mbrëmje do të ketë edhe një koncert me muzikë ku i ftuar është edhe tenori dhe këngëtari i madh shqiptar Kastriot Tusha. Ndërsa me rastin e 12 qershorit, ditës së çlirimit të Prizrenit, do të ketë aktivitete më të ngjeshura, do të kemi së pari homazhin e varrezat e dëshmorëve në Landovic nga komuna e Prizrenit në bashkëpunim me shoqatat e dalë nga lufta, pastaj do të ketë një akademi solemne nga kuvendi i Prizrenit, më pas do të ketë një koktejl me veteranët e luftës së ushtrisë çlimtare të Kosovës, do të ketë një koncert me shoqëritë kulturore artistike në mesditë, ndërsa në mbrëmje do të ketë sërish koncert ku do të performoj edhe këngëtarja më e njohur shqiptare Elif Fara. Vlen të përmendet se pjesë e aktiviteteve të nesërme mund të jenë edhe krerët më të lartë të shtetit shqiptar, gjë që ende nuk është konfirmuar, si dhe drejtuesit e shtetit ton, padyshim se nëse gjen kohë do të vijë edhe presidenti Vjosa Osmani, e ndoshta edhe kryetari i Shqipërisë Bajram Begaj. Qartë, mirë, faleminderit shumë për këto informacione. Nuhet përshëndes dhe shpresoj që do të ketë ngjarje të tilla dhe të bukura edhe në vazhdimsi në qytetin historik. Realisht 10 qershorin Prizren për fatkeq është shumë i varfër me aktivitete. 10 qershorin Prizren duhet të jetë epicentri i gjithë shqiptarëve. Unë do të doja që një ditë të jetë Rita Ora, Dua Lipa të botës dhe Prizreni vërtet e kryeqendër e gjithë shqiptarëve me datën 10 qershor. Nuk vinë larg, vinë në Prishtinë, kështu që nuk është shumë larg Prizreni. Nuk ju bëhet ftesë, se po t'ju bëhet ftesë, besoj se do të vini. Po qëfshjo. Nuhet, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për këto momentet bukura që i sjell në emision. Do të lidhemi për pak qaste me një voglushve, se njerë po ndalemi tek Enisi edhe një zhvillim tjetër nga vendi. Po, shkurt, situata në Kosovë, sidomos politika në vend, ka bërë që me pas të rritime nga shumë kush, edhe tash ka reagime nga kryetarët e komunave, është kryetari Drenasit Ramiz Ladrovci, i cili ka reaguar duke kritikuar pak a shumë çastin aktuale, por edhe duke dhënë alternativë ose edhe shembuj se si mund të dilet nga kjo situatë. Ai e kritikon pak a shumë qeverisjen ose lëvizjen vetëndosje dhe udhëheqjen e Albin Kurtit, që sipas tij nuk i kanë numrat, por megjithatë i takon përgjegjësia bara kryesore me 42% të votave që të propozoj dhe të thrast në takim partitë e tjera që ta bëjnë shumicën e 61 votave për ta formuar kuvendin dhe për ta votuar një qeveri legjitime. Megjithatë, ai thotë që nuk duhet të krahasohen shembujt e Kosovës, ngërçet e Kosovës me shtetet e tjera, sepse është lakuar dhe është marrë shembull një ngërç edhe në Belgjik, por megjithatë ai thotë që Belgjika dhe Kosova janë këtë si dita me natën për nga perspektiva dhe zhvillime dhe nuk ka logjik me u krahasu me shtetet e tjera, por që na sipas Ladrovcit duhet të krahasojmë vetëm me veprimet tona të brendshme, andaj ai ka marrur edhe një
politikës së qasje të Hashim Thaqit në kohën e tij, ku thoshte se me Hashim Thaqin në kohën e tij me 58 deputet kishte arritur ta formoj qeverinë dhe më pas edhe të ketë njohje ndërkombëtare dhe reputacion në arenën ndërkombëtare. Andaj, sipas Ladrovcit, edhe Kurti duhet të marrë shembull politika të qasjen e zotit Thaqit për të komunikuar me partnerët e tjerë politik për të formuar institucionet. Dhe një mesazh tjetër që e dha, ai thas që këtë rast, lëvizja vendosje dhe të gjithë të tjerët të mos i hedhin Kosovës gur nën rrota.